Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasën në rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli të pranishëm, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala kemi arrit të një kapitull prej kapitullit të librit të Riyadus Salihin, konkretisht të kapitulli i bindjes dhe i mbështetjes, apo në terminologjinë arabe është el yaqinu wa tawakkul. Dhe autori Imam Newawi rahimullah ka prun disa ajete në fillim të këtij kapitulli, ku e ka cek ajetet kuranore të surës Ahzab, ku Allahu Jalla Shanu wa Jalla Jalalu thot: "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Të nderuar vëllezër, autori i ka cek dy cilësi të zemrës të cilët duhet t'i posedojë besimtari, apo veprat e zemrës. E parja është bindja. Bindja do të thotë njeriu mi besu diçkait duke mos e pa. Se kur ta shohin, këti besojnë. Mi po bindja, yaqini është kur njeriu e beson një lajmtar i cili i tregon dhe i thot që ato ardh një ushtri, ato ardh një emir, ato ardh një e keqe, për arsye se është besnik a njeri, ai i beson edhe pse nuk është duke e pa atë ushtri, apo atë të mirë, apo atë të keqe e cila vjen. Andaj edhe besimtari ka yaqin, ka bindje në premtimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimtari ka bindje dhe jeton në këtë jetë. Dikush neve kur na thoje pse munoni ju, pse ju sakrifikoni, pse ju agjeroni, pse ju faleni, pse ju jepni zeqat, sadaka, kështu me radhë, përgjigja jonë është shumë e prerë dhe themi për arsye se Allahu na ka premtuar xhennet, nëse i zbatojmë. Dhe Allahu ka premtuar xhehenem për ata të cilët e kundërshojnë urdhrin e Allahut. Andaj autori ka pru këtu bindja dhe mbështetja, për arsye se kur njeriu i bindet Allahut, edhe i mbështetet atij. Kur i beson Allahut, andaj edhe i mbështetet atij. Dhe ka pru shumë ajete tjera, të cilët do të mundona disa prej tyre t'i shpjegoj, e disa vetëm t'i përkthej apo t'i citoj. Në surën Ahzab, në ajetin e parë të lërpëmindur, ajetin 22, Allahu subhanahu wa ta'ala po tregon që kur besimtarët i pan Ahzab janë konën fiset të cilët kanë bën e plan në luftën e Hendekut, që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me mbyt. Dhe kanë ardhur 12.000 veta, 12.000 ushtrinë e Medine e kanë sulmuar Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ki ballafaqim, kjo luftë, kur ka ardhur momenti i ballafaqimit, munafikat vëllezër ja kanë filluar mu trishtu. Kështu është gjendja e tyre vazhdimisht. Ata nuk janë të bindur në fitoren që Allahu ja ka premtuar besimtarve. Andaj edhe dallimin e me besimtarit dhe munafikit ku qëndron, se besimtari edhe në të mirë, edhe në të keqe, është me Allahun xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Ndërsa munafiku, apo ai i cili ka imanin e dopt, kur është rahati, është musliman, elhamdulillah, ban dhikar Allahun, përmend Allahun, një fatkeqësi juve besimtarve, një fatkeqësi ati i vjen, ai inqalaba ala wajhi, minjer ja kthen shpinën udhës së Allahut.
ja fillon me gjithë zgjidhje alternativ në çfarëdo forme, nuk e zgjedh mënyrën, më rëndësi është ai të jesë rahat. Nuk e lip zgjidhjen e halal edhe të lejume. Andaj besimtarët, të cilët janë mu'minun, kanë jeqin, kanë bindje, ata kur e pan këtë ushtri të madhe e cila ju kish vy Medinës, edhe besimtarëve muslimanëve, ata thanë walamma ra'a al-mu'minun al-ahzab. Allahu tregon gjendjen e besimtarëve dhe thot kur besimtarët i pan ahzabët, luftën Ahzab apo Hendeku, kur besimtarët i pan parin e luftarëve të cilët kishin ardhur me luftue nga ana e muslimanëve, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ata thanë, kjo është premtimi të cilën Allahu na ka premtu dhe i dërguari i tij. Cili është premtimi? Premtimi është wa anna al-aqibatu lil-muttaqin. Dhe fundi ju takon kujt? Besimtarëve. Andaj edhe këtu të nderuar vëllezër besimtarët duhet me ditë edhe kjo katrahur botërore që është duke ndodhur. Nuk guxon neve me na i lëviz një dakik imanin. Këtë këto ndodhi të cilët janë duke ndodhur në kohën bashkëkohore janë nën mbikëqyrjen Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Asesi nuk guxon njeriu që ta kese bindjen që dikush mundet me ndryshu caktimet e Allahut. As Amerika, as Jahudit, as kushi, këtë kjo ndodh me caktimin Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Pa ajo shka është për me vajtue, është gjendja e muslimanëve ku janë vetëm teleshikues. Ku besimtarët për momentin nuk janë aktor, nuk janë veprim, nuk din kam u pozicionu për arsye se sherrin e një palës, sikur se Irani ja kanë po muslimanë në Siri, ku umitshin njerëzit të pafajshëm. Andaj, ne s'mumi mu bo pale tyre, po s'mumi mu bo as pale kriminelve të cilët i kanë bit pejgamberët, njerëzit e mirë, dhe ta së fundmi dhe jo herë e parë ku i mbisin fëmijët të pafajshmit në Gaza. Allahu i ndihmoft ja Rabbel Alamin. Andaj vëllezër, besimtari duhet të jese sikur se sahabët në luftën e Ahzabit apo të Hendekut ku thanë walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab, me bindje kjo, vallahi se tha me va qetësu zemrën, po kjo bindje. Qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Wallahi premtimi Allahut ka për të realizuar. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Dhe të vërtetën e thojnë edhe e realizojnë Allahu dhe i dërguari i tij, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dhe besimtarve gjendja kur ndodhin këto ndodhia mu trishtu, atyre nuk ja uzgjojnë nga mrena vetë se mi ja ushtu imanin dhe i nënshtrohen Allahut. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ndryshon gjendjen tonë. Andaj munafikat në këto gjendje vëllezër ku janë musliman, ku kanë raketa, ku kanë çështu ka ndodhur në Ahzab, yaqini dopt, subhanallah. Dhe e ka cekë Allahu në surën Ali Imran ajeti 173, 174. U thot: "Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Kur njerëzit munafikat ja fillon ju thon besimtarve, ja pra njerëzit janë tubu kundra jush. Andaj friksohuni dhe tutuni prej tyre. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kur atyre ju thanë kështu, ato thanë na mjafton neve Allahu dhe sa mbështetës i mirë është Allahu. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. Atëherë atyre Allahu ju çoi mirësi, wa fadlin lam yamsashum su. Nuk i goditi ata ndonjë fatkeqësi dhe e keqe përpos saktimit të Allahut, wattaba'u ridwan Allah. Edhe i kaploj mëshira, rahmeti, knatësia Allahut, wallahu dhu fadlin adhim, e me të vërtet është Allahu ai i cili jep çdo të mirë. Të nderuar vëllezër, në çdo gjendje besimtari është që i mbështetet Allahut. Andaj Allahu thon Kur'anin famulart: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetju atij i cili është i gjallë dhe nuk vdes asnjëherë. Lideri për ti vdes. Menimet e tyre ndryshojnë, qëndrimet e tyre ndryshojnë, shtetet të cilët kanë qenë të forta ndryshojnë. Ka qenë Persia, Bizantat, Romakët, ka qenë bashkimi sovjetik i Rusijës, ka qenë Xhaxhi Envere, ka qenë sot është Amerika ndoshta e fortë.
ndryshojnë. Po kujt duhet mi u mbështet besimtari? Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetju Allahut, ai i cili është i gjallë dhe nuk vdes asnjëherë. Allahut mbështetju. Ai është ai i cili meriton domethënë vazhdimisht ti mbështetemi Allahut në çdo gjendje. E Allahu subhanahu wa taala na tregon që ai është që na mjafton neve. Allahu na bëj për atyre ya rabbel alamin. Një ashtu autori e ka prue edhe ajetin e radhës, surat Anfal, ajeti 2, ku thot Allahu subhanahu wa taala, ku thot Allahu subhanahu wa taala në surën Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarit janë ata të cilët kur Allahu përmendet apo përmendet në një ajet i Allahut, ju rëndqethen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. E kur lexohen ajetet e Allahut, atyre ju shtohet imani dhe thojnë shka wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe Allahut i mbështeten. Vëllazër, në këto momente të cilët jemi duke jetu, këto ajete të cilët i ka përmend autori subhanallahu, sikurse për sot mi cek, ku besimtarët janë të trishtuar, ata të cilët e ndjekin politikën, geopolitikën, edhe e ndjekin situatën çka është duke ndodhur në glob, në dunjë, e shohin që ata të cilët janë të mbështetur në aleat, jo në Allah, shpesher ndrohet aleanca. Sot është me njërin, nesër me tjetrin, sot është me këta, nesër bat me ata. Ata të cilët janë në palën e Allahut subhanahu wa taala, ata janë fitimtarët, ata të cilët ngadhnjin, dhe ngadhnimi nuk do të thotë ti me pa fitoren me sy. Po ngadhnim është ideja jote, qëllimi jot me ngadhni, edhe në qovë se ti vdes. Andaj musliman jo çdo herë kanë pa fitore me si. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas shtirimin e Stambollit, po ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muslimani vëllazër e ka ideja me qenë gjallë. Mos me dek ideja dhe ti me sakrifiku, me ujit ata. Nëse musliman nuk guxon mu dorëzu ndaj situatave të cilat ndodhin sot në dunjë. Andaj vëllazër, munafikat, ata të cilët zemrat e tyre i kanë të sëmura, i shohna lëvizje të ndryshme, lëvizje e filanit, të alanit, të kthejmin e fejnë të parëve, ja pra muslimant janë të mas të para, pra pambetur, edhe kjo i ba muslimant mu dopsu, mu tërpnu, mu jarmarre që janë musliman, mirë po, vëllezër të nderuar besimtari, shka thot, hasbunallahu wa ni'mal wakil, na mjafton neve Allahu dhe sa mbështets i mirë është Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Vëllezër, ai i cili jeton normal që do të sprovohet, dhe Allahu jo çdo herë i jep njeriu vetëm të mira. Allahu na sprovon në pasuri, Allahu na sprovon në evlad, Allahu na sprovon në mirëqenjen tonë sociale. Ka njerë ka luft, ka njerë ka pace, ka njerë ka rahati, ka njerë ka vështirësi. Dhe Allahu subhanahu wa taala don me provu te zemrat e tona, a kina bindjene, a kije yakin, a i bindur që Allahu është ai i cili ka me të ndihmue. Allahu na i çon çata. E në këto momente kur njeriu e posedon këtë mburoj e cila thirret yakin, bindje, i vjen rezultati pastaj i mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Andaj autori ka pru edhe hadithin e parë në këtë kapitull, të cilin hadithet transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, në të cilin hadith thot se ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Kush ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Parfimosni gjuhët e juja me salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thej dashmi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, mu kanë shfaq mu mi po ummetet e mëhershëm. Faraitu an-nabiyya ma'ahu rahat, pash një pejgamber i cili kish një grup të vogël. Rahat arabisht i bje nga 3 deri në 10 persona. Ka po pejgamber i cili populli i tij nuk ja ka përçafue thirrjen, nuk ja kanë realizu Allahut amanetin, i ka pa pejgamberi Allahut një pejgamber, ju ka shfaq, edhe shfaqja e pejgamberit tregon realitet, ëndra është shpallin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha e pash pejgamber i cili i kish një rah, një pjesë, një grup të njerëzve. Pastaj tha pash pejgamber i cili i kishte 2 njerëz. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Edhe pash pejgamber i cili nuk kish askan me veti. Kjo është bindje për neve të cilët jetojmë në këtë kohë. Thirrja është që ne me bë thirrje. Rezultatin Allahu e jep. Allahu është
ai I cili e bje rezultatin. Ti e thirë vllatin ta për namaz, ti e thirë shoqërinë tonë për namaz, ti ja të rish bëritjen. Allahu është ai I cili udhëzon, Allahu është ai I cili e lën në devijim dikonin I cili nuk e meriton me urtësinë e vet Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelal. E çka ndodh vëllazër? Pejgamber të cilët e pas kanë dërgu, Allahu I ka dërgu, pas ka pejgamber ka orë me 3 deri në 10 veta, pejgamber me 2 njerëzi, pejgamber me hiç. Kjo është metoda që Allahu na sprovon neve me pas sa jemi të sinqert. Pastaj tha idh rufi'a li sawadun adhim. Pastaj mu ngrit koka dhe e pash një tubim të njerëzve të shumë, domthon zi, shumë pash njerëzi. Fa dhanantu annahum ummati. Mendova që ata janë ummeti im. Pastaj I thanë atyre nuk është ummeti jot. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I thanë me laçet nuk është ky ummeti yt. Hadha Musa wa qaumu. Kjo Musa dhe populli I tij. Mirë po shiko në anën tjetër, tha e pashi bon një grumëll njerëzit prej tokës në qiell, në këtë horizontin e kishte tubu. Tha kjo është ummeti jot. Pastaj kthej kryen anën tjetër, kjo është ummeti